Eduard, doja opinionin tuaj për sa i përket ekuilibrave dhe diplomacisë që po ndjek Turqia për të balancuar interesat e vendeve anëtare të NATO-s, Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Kinës, sepse duket sikur në realitetin aktual janë shumë të pakta ato fuqi të cilat arrin të jenë autoritare dhe me peshë mes këtyre 4 shteteve apo 4 bloqeve. Duhet të themi kështu që pozita geografike e Turqisë, trashëginia e saj, domethënë e hershme shekullore, e politike dhe si superfuqi, por edhe përgatitjet e saj ushtarake dhe që aktualisht i ka, e bën Turqinë që të mbajë ekuilibrin, pra të jetë në pozitën ekuilibruese. Edhe po themi diçka që në atë anë që shkon Turqia, ajo anë është palë fituese. Le të jemi realistë kjo pjesë, edhe amerikanët të e dinë, edhe rusët të e dinë, edhe madje edhe kinezët të e dinë, se Turqia aty përbën, domethënë, pikërisht atë robinetin i cili domethënë orienton rrymat se ku do të shkojnë fuqitë ose domethënë sukseset e ardhshme. Në rastin konkret Turqia, sidomos në lidhjen e mesme, domethënë Turqia në fakt i ka vënë Amerikës për mendimin tim i ka dhënë amerikanëve 2 oferta shumë të rëndësishme, ja ka dhënë Turqia, në fakt ajo është një ofertë i ka bërë Turqia dhe oferta tjetër është reale ajo që ja ka dhënë Izraeli. Në rastin konkret pra, le të kthehemi pak ke Amerika për të diskutuar që ta fusim prapë Turqinë. Amerika domethënë i ka aktualisht 2 oferta në lidhjen e mesme. Oferta e parë është që ajo të ndjeki projektin e Izraelit të madh, i cili domethënë është gjakderdhje në lidhjen e mesme, është domethënë sheshimi të gjithë mundësisht i gjithë domethënë kulturave dhe popujve që janë aty, pra luftra dhe vetëm luftra, por edhe shkatrim të emrit të Amerikës dhe shkatrim të vetë dhe prezencës amerikane në lidhjen e mesme, siç ka ndodhur me Iranin. Dhe e dyta është oferta turke. Oferta turke është një ofertë e cila i premton Amerikës dhe kjo është dhe ajo për cilën Trump e vlerësoi kësaj radhe edhe në samitin e NATO-s. Oferta turke është shumë e thjeshtë. Ne jemi autoktonët, pra ne jemi të zotët e tokës, duke filluar nga Turqia deri në Yemen poshtë, pra Arabia Saudite, vendet e Gjirit, Siria, Jordania, jemi të zotët e tokës. Dhe ne në fund fare do të na mbetet toka. Natyrshëm do të mbetet atyre dhe ne kemi mundësi të bashkohemi me njëri tjetrin dhe të jemi aleat bashk. S'ka nevojë për luftë. Nëse ty të duan interesa amerikane, gjeopolitike në rajon, atëherë këto ne mund t'i diskutojmë dhe të merremi vesh bashk. Për të përballuar nga ana tjetër Iranin, prapë mund merresh vesh bashkë me ne. Nga ana tjetër pra është oferta izraelite e cila domethënë është një ofertë gjakatare në këtë çështje. Mirë, po tani çfarë po ndodh? Me këtë që po ndodh në Iran, domethënë që Amerika vazhdon ta godasi, domethënë dhe Irani vazhdon të përgjigjet, po shohim edhe Irani vetë ka një projekt domethënë shovinist, ashtu siç ka Izraeli projektin shovinist domethënë ndaj botës arabe. Edhe Irani ka projekt shovinist në fakt edhe ai ndaj botës arabe, ndoshta i përkrahur edhe nga kinezët, të cilët nuk i intereson amerikanëve. Pra revanshi iranian nga ana tjetër nga bregu përballë do të shkatërronte interesat amerikane. Dhe ai në fakt i ka këto interesa. Mirë, po tash ç'o ndodh? Nëse vazhdohet kështu siç amerikanët e kanë nisur dhe duke mos patur aleancë dhe duke djegur botën arabe, sepse Irani do t'i gjujë botës arabe, atëherë duke u djegur bota arabe, mund të arrihet në një rezultat të kundërt, ku arabët thonë ndal pak tash bollë me amerikanët vetëm na kanë shkaktuar dëmet ndaja. Atëherë do hajde të bëhemi bashkë me Iranin tash dhe dalin edhe ti përzejmë amerikanët fare për këtu. Dhe kjo është e mundur. Madje Pakistani në rastin konkret, i cili ka një marrëveshje mbrojtje me Arabinë Saudite, ka sjell në Arabi Saudite aktualisht sisteme mbrojtëse kineze. Dhe këtu duhet me ndaluar pak, domethënë, sepse këto janë shumë gjëra të rrezikshme në gjeopolitikë. Pikërisht. Cilat do ta mbrojë Arabi Saudite? Arma amerikane apo jo kineze?